Një mësim tjetër që kam mësuar, që ka të bëjë prapë me korsinë e parë, është sa e shpesht duhet jetë e qëllimt vrasja e gjërave të cilat na vrasin. Më mirë një dhëmballë që të dhëm, më mirë shkule me njëherë ose meru me to, ose mos e lër që të jetë në mënyrë të vazhdueshme një dhimbje e vazhdueshme. E njëjta gjë është për tregun e punës, atje ku ne punojmë. Ka gjëra të cilat ne, për shkak se shpeshherë kemi vlera të njëjta me dikë, dhe vlerat i kemi të njëjta sepse besojmë në të njëjtat gjëra, duam të njëjtat gjëra, por kur vjen puna për të ulur dhe për të punuar, kemi ritme të ndryshme apo qasje të ndryshme ndaj ecjes përpara. Shpeshherë të dhëm shumë kur njerëzit që kanë të njëjtat vlera me ty, ti duhet të ndërpresësh marrëdhëniet. Dhe kjo është ajo që unë them, sa produkte apo sa projekte të cilat të hanë kohën dhe janë ato të cilat në mënyrë të vazhdueshme nuk të bëjnë të ecësh përpara, sa kohë duhet të rish dhe të mendosh që duhet të jap fund kësaj gjëje. Unë besoj që duhet bërë në momentin e parë kur ti fillon të kuptosh që kjo gjëja nuk funksionon.